kur nuk hanë më argument, kur nuk kanë më arsye, kalojnë tek bullizimi. Kurse për atë që the, bullizimin e kësaj fushate, pa diskutim, tregon komplekse të Ramës, megjithatë, nganjëherë i duhet dhënë përgjigja ashtu siç e meriton, dhe përgjigja në këtë rast është që po, ka 3 palë zgjedhje që gjysma e popullit e tregon veten çyryk duke votuar për Edi Ramën. Sa ai ja fut, këta vazhdojnë të votojnë. Trokazin, dalin atje, brorazin, i bëjnë duar gjak duke e mbështetur. Po, prandaj duhet ta them edhe këtë, se më duket pak më tha dikush që duket pak e fortë, po e fortë është sepse është e vërtetë. Derrat e kanë qef Lucën. Ata që janë derra duan dalin nga Luca. Të dielën. Nëse do të dalësh nga Luca, dil e voto për numrin 4, për koalicionin Euroatlantik, për veten tënde, për familjen tënde. Votove për 5-ën, vazhdon zhgërryhesh në Lucë. Si derra në Lucë edhe 4 vite tjera. Do ta ndalësh këtë. Po partitë e reja si konsideron? I uroj suksese, sepse nuk mund të jem kurrë kundër një alternative të re. E rëndësishme është të mbeten të vërtet vetes tyre. Ka përgjatje të tyre nga partitë më të tjera? Shiko, nuk duhet jemi në fushat pa diskutim, dhe unë besoj se rruga për dal nga kjo krizë është koalicioni Euroatlantik, është numri 4. Me ke përafroni më shumë nga partitë e tjera? Ne mbajmë derën e hapur për të bashkëpunuar me ata që ndajnë vlerat tona, ndajnë objektivat tona programore dhe përjashtojmë bashkëpunimin me 3 kategori njerëzish, me të korruptuarit, me ata që s'mbështesin 100% SPAK-un dhe ata që nuk janë 100%